përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 19. Data 19 gusht. Një ditë që do flitet shumë për ndikime, për çështjet madhore, sepse lidhet edhe me kuptimin e gjërave që ka të bëjnë, sepse data 19 e ditës së mërkur na jep mundësinë. Është një ditë e parë pas hyrjes së lidhjes veriore në ujor dhe kjo e bën atmosferën shumë të orientuar drejt së ardhmes. Sot mund të ndjehemi diçka më ndryshe në mënyrë të padukshme. Nuk është domosdoshmërisht ditë e ngjarjeve të menjëhershme për të gjithë, por është ditë ku drejtimi kolektiv fillon të marrë ngjyrë dhe ndikim shumë të mirë. Energjia e ujorit sjell ndryshime shumë të mëdha mbi faktorë të rëndësishme të jetës. Pas eklipsit diellor në Luan dhe me nyjen veriore tani në ujor, boshti Luan ujor bëhet shumë i rëndësishëm, ku gjërat janë pozitive, ku gjërat janë shumë të rëndësishme për vendime dhe çështje të rëndësishme që ju keni. Në anën tjetër, më të ndikuar janë shenjat ujori, Luani, Demi dhe Akrepi të dhjetit parë të dhjetit të tretë. Kemi gjithashtu Luani, njerëz që përballë marrëdhënieve të kontratat marrin rëndësi. Për Demin, karriera dhe statuti mund të japi sinjale të reja. Për Akrepin, shtëpia dhe familja futen në fazë të ndryshimi. Këto nuk janë gjithmonë ngjarje të mëdha sot, por janë sinjale që duhen dëgjuar nesër. Dielli dhe Mërkuri vazhdojnë në Luan, prandaj komunikimi mbetet mjaft pozitiv dhe shumë i rëndësishëm për gjërat që neve duam të bëjmë, për ato neve kemi nevojë. Por gjithashtu ka të bëjnë edhe me një çështje shumë të mirë në punë dhe në karrierë, sepse mund të kemi disa gjëra që i kemi lënë pasdore, por në anën tjetër është periudha më e mirë e mundshme për të stabilizuar gjërat e juaja për të arritur qëllimin tuaj. Në çështjet që lidhen me të ardhmen është sot, sepse pikërisht data 19 na jep mundësinë dhe ndikimin e madh, sepse dita e mërkur është dita e mërkurit dhe ndryshon shumë gjëra në jetë në përditshmërinë tonë. Por ajo që neve kemi në lidhje me çështjet e punës, lidhje me gjërat që do të bëjmë, po duhet të shmangnim gjërat të panevojshme, siç është debati, siç janë gjërat që nuk janë të sigurta, nuk duhet të flasim, prandaj jemi të kujdesshëm që të mbajmë një ekuilibër që neve e duam kaq shumë. Tani, pas të fillojmë bashkimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkime të detajuara, kemi pikërisht faqen e rozë, astrologo.al, pra pikërisht ajo faqe aty e kemi atë faqe dhe aty mund të shikoni dhe nëse ju pëlqen, atëherë doni diçka më tepër, shkoni tek sekretaria dhe atje mund të dërgoni, sepse lidhet kjo me çështjet madhore, apo gjëra që ju keni në momentin, ose kjo nuk e di për çështje pune, çështje karriere, si doni ju bëni çanë. Dhe atje mund zgjidhni dhe flasim në WhatsApp dhe në Viber në kohën që dërgoni emailin tuaj. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që do thotë shenja e dashit. Për ju çështën e dashit, sado që koha ka treguar që ju jeni me fat në këtë aspekt, e keni të gjitha mundësit, periudhën, kohën, dashurinë e munguar në lidhje me çështjet ekonomike, financiare, lidhje me një ndikim shumë të mirë që do të keni tani tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, për një mijë arsye, sepse është koha juaj, është momenti, është e ardhmja dhe ndikimi më i madh i pozicionimit të planeteve në anën tuaj. Por kjo do thot mundësi, kjo do thot rëndësi mbi gjërat që vinë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep, është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e Demit. Meqense Demët tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet që vinë, sepse një nga ndryshimet më me zë që ka të bëjnë me realitetin, ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me çështjet ekonomike financiare, me biznesin në anën tjetër, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep është idealja. Një nga me bashkim familjar me jashtë, sidomos në vendet evropiane, keni kujdes mos u nxitoni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Meqense binjakët tani e tutje kanë mundësinë, kohën në lidhje me shumë ndryshime dhe shumë vendime që ata do marrin. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për një mijë arsye për çështjet e punës suaj, sepse tani për tani gjërat janë në ndikimin e madh të ekonomisë, të gjërave të ndryshme që keni,
një mundësi shumë e mirë tani, sepse duan apo s'duan të tjerët, ka vend për të ndikuar, për të rregulluar, për të arritur qëllimit tuaj. Dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për ngjarje të rëndësishme që do të keni tani tutje, është ekonomia dhe stabilizimi i saj. Por, meqense është kjo periudhë dhe i keni disa mundësi të arta në pozicionimin e planeteve, por kërkohet pak vëmendje tani tutje, jo nxitime, se nxitimet prishin pak Terezin, do të thosha unë, megjithatë është një kohë e rëndësishme, është një kohë që për te asaj çka neve kemi, ose për te asaj që neve mendojmë, gjykojmë nga ndonjëherë se çfarë mund të jetë në realitet. Por unë do thosha që është një mundësi tani, një mundësi mjaft e mirë, një mundësi që do shikoni dhe vetë me kalimin e kohës për gjëra që vinë, për gjëra që kërkohen, për gjëra që ndryshojnë, për gjëra që merrni vendime të rëndësishme në anën tuaj, por mos u shqetësoni. Por megjithatë, kjo është një nga periudhat më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë për stabilizimin dhe konkretizimin e qerave tuaja. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Meqense, për sa i përket gaforeve, gaforet duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, surprizuese në ekonomi, surprizuese në disa vendime shumë të rëndësishme që do të merrni, por jo vetëm me përshqetësime ose për gjëra që do të kemi ndikime dhe mundësi të arta, por megjithatë është koha, është momenti dhe vendime që merren në anën tuaj. Por megjithatë pak vëmendje në çështjet e biznesit, sepse gaforet luajnë një rol shumë të rëndësishëm financiar, por megjithatë keni mundësinë dhe kohën e artë për zhvillime dhe ndryshime të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë është perfektja dhe jo problematikja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Çfarë ndodh me luanët? Për luanët tani tutje është një kohë që përcakton disi biseda të rëndësishme ekonomike, mundësi të arta që do të keni tani tutje. Është dhe koha përsa përket përcaktimeve, se nuk do të thotë që është problem ekonomia ose keni pasur problem, sepse luanët gjithmonë ndryshojnë, gjithmonë arrin mbi punën e tyre, karrierën e tyre, por megjithatë tani për tani bëni pak kujdes, mos u nxitoni, prisni pak sepse do merrni një lajm nga dreka për një punë e lënë pas dore para 2 muajve, dhe kjo është një nga mundësitë më të mira tani tutje, ku çështjet ekonomike financiare, biznesi, karriera, ndryshimi që vjen, është momenti më i mirë i mundshëm dhe keni mundësinë dhe vendime që merret tani tutje, prandaj mos u shqetësoni fare për këtë periudhë, sidomos sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, mërziteni nga ndonjëherë, po kjo nuk jo bën, edhe koha që tregon është mjaft pozitive dhe shumë e rëndësishme për vazhdimsinë. Prandaj është një kohë mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, luanët kanë një ndikim shumë të mirë, kanë një mundësi shumë të artë për zhvillimin dhe periudhën e duhur mbi atë çka ata presin për të rregulluar, presin për të arritur, presin për gjëra që do keni mundësinë në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme, dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë ekonomike dhe financiare. Megjithatë, luanët do ta kenë mundësinë dhe ekonominë dhe dashurinë, por dashurinë do të thosha me luan të diçit parë është perfektja, edhe pse të tretët mund ta thonë ndryshe, por unë ja them kjo është diçka pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore është idealja dhe tepër pozitive si lidhje, apo shkojnë në altar në anën e tyre. Shkojmë tek shenja tjetër, tek shenja radhës që do thotë virgjëresha. Për virgjëresha tani tutje nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar, sepse kjo periudhë është periudha juaj, është momenti juaj. Është ajo që juve startoni dhe rregulloni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë është perfektja, por gjithçka është në dorën tuaj. Në anën e dashurisë, me dash është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë peshorja. Përsa përket peshoreve, meqense peshorët duket se kanë një lajm shumë të mirë në lidhje me punën e tyre, në lidhje me takimet që do thosha unë, por edhe një mundësi që keni tani tutje juve është një mundësi ku e zgjidhni edhe si problem, e zgjidhni edhe si çështje, sepse periudha të ndryshme mund të keni edhe momentet janë ata që ju bëjnë të ndjeni mirë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gafore dhe me ujor është idealja.
Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot akrepi. Për akrepët të duket se kjo ditë është një ditë ku është mjaft e mirë dhe për gjithashtu lozin një rol shumë të rëndësishëm në çdo aspekt të jetës tyre, sepse kanë edhe vizionin, por kanë dhe mundësinë, sepse akrepët e ndryshojnë gjërat dhe kanë mundësinë e tyre të artë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me gafore dhe me ujor është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se tani keni mundësinë dhe vendimin e madh që do të merrni juve të çështjes shigjetarit për arsye të punës suaj, të karrierës suaj, lidhje me karrierën keni mundësinë dhe kohën e duhur, një mundësi shumë e artë në ekonomi bën që ju të jeni shumë korrekt me punën dhe me karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me virgjëresh dhe me dem është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricavëve. Për sa përket bricavëve duket se kanë momentin e duhur, kanë kohën e duhur për punën, për karrierën, për ndryshimin dhe mundësitë të arta që vijnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me shigjetar dhe me virgjëresh është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Me ujorët duket se takimet, bisedimet, çështje të rëndësishme që vijnë, nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar mbi ndryshimin e madh që vjen tani e tutje. Është dhe koha më e mirë e mundshme, është stabilizimi, është mundësia dhe koha juaj për nisma të reja në ekonomi, për gjëra të rëndësishme në fund të ditës ka diçka shumë të mirë dhe një surprizë shumë e madhe për ujorin, ku do të rregullojë dhe do të stabilizojë jetën e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me gafore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, meqense peshqit duket se kanë një mundësi tani, kanë një moment mjaft pozitiv, edhe pse me disa ndryshime që ata kanë dhe me disa mundësi që do të jepet tani e tutje, është një kohë mjaft e mirë, është një kohë e përsosur për nisma të reja, edhe pse juve mund të mos doni që t'i rregulloni gjërat ku duhet për momentin, për arsyen tuaj, por unë ju them që tani është një nga momentet më të mira për sa përket punës aktuale, për sa përket gjërave të mira që do të keni dhe mundësi që do të vinë kur është edhe koha juaj tani e tutje. Por mos u shqetësoni, sepse tani për tani gjërat janë pozitive, gjërat janë në anën tuaj më të mirë të mundshme dhe ndryshimi është në dorën tuaj. Në anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me shigjetar, me gafore duket se ka një ndikim, ka një mundësi, ka një çështje që është reale në anën ekonomike, është reale në gjëra që do të vinë tani e tutje, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për një mijë arsye, sepse puna nga njëra anë ju jep mundësinë e ndryshimeve ekonomike, ju jep mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në biznes dhe në karrierë sidomos është momenti juaj dhe përcaktimi i së ardhmes në çështjet e financave, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, duket se keni ndryshimin e madh që po vjen tani e tutje, prandaj bini pas mos e lini pas dore, sepse është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive për nisma të reja. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me bricap të 10 diqit parë, me virgjëresh të 10 diqit të tretë, me virgjëresh të 10 diqit të tretë, ka diçka shumë të madhe tani e tutje, ku gjërat do të kenë ndryshimin, do të kenë mundësinë, kohën e duhur për nisma të reja. Por gjithsesi mos u shqetësoni, sepse ndikimet që ka të bëjnë për ju në shpesheve në punën tuaj, e keni mundësinë dhe periudhën e duhur në ekonomi. Kurse në çështjet e shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe shigjetar është ndikimi më i madh dhe më pozitivi i që ndonjëherë. E përgjithshmja, duket se në këtë ditë keni mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite, kaq të rëndësishme të datës 19 gusht 2026. Përpara se të ndahemi, unë ju kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni parashikrimet e tajura, kemi pikërisht faqen roz. Atje mund gjeni gjithçka. Nëse keni darë mendje dhe doni të bisedojmë bashkë, atëherë jeni gati të dërgoni një email tek sekretaria dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit dhe WhatsAppit dhe u shpjegojmë se si funksionojnë shërbimet. Nga një rëpulla, më të mirë një uroj. Gjithë mirat.